Ora është 5 e ca mëngjesit, se 31 fix. Ne kemi më shumë se 35 minuta që jemi në makinë, edhe po ikim në York. Edhe M25, shikon njëra i krau andej sa i ngarkuar që nga Mario. M25, po pra, M25 është full. Aj sa s'm kishte shkuar mendja. Dova unë thash, do dalë thash në video thash. Na ka bërë Mario një kafe, që i lumshin durët që e ka bërë atë kafe. Po unë nga që po e pi pa qumësh tani, të përcëllon shpirtin. Dhe kam një orë që e kam të hapur për pres të ftopë. Kusë s'gjua? Se... Kusë në s'gjua neve? Se po na del dielli. Është ora 7 e sa, Mario? Ora 8 gati. Ej, 8 pa 5. Është ora 8:22 edhe sa po arritëm në York, ishte i fush gjigande, plot me qingja, me dele, dhe mua më duket se plastika aq shumë kishte, u habita se më duket shumë early, shumë shpejt. Vën këngë për këtë, edhe për këtë, edhe vazhdojmë rrugën. E fillojmë ditën me English breakfast. Evani që po fut pirunin tek fasulet e Marios edhe Bianca. And mayo. Nejse, na bëft mirë. Edhe erdhëm në York. Hangër mëngjesin, tani është Mario te hoteli për të parë nëse mundemi të lëm makinën atje. O Bianca, ulja zërin mami të lutem. Të lutem. Ulja. Oh, thank you. Tani do pyesim Mario te hoteli nëse do mundemi ta lëm makinën atje edhe të lëvizim në këmbë. Sepse është herët, është ora 10, apo pastaj ta lëm te një parkim që pam këtu rrugës edhe të lëvizim këmbë. Kjo është e gjitha. Check-ini nuk bëhet dot tani, check-ini bëhet mbas orës 3, pas ditës si rregull. Shikonin që ka orën që mua më mahniti direkt. Ha? Shumë e bukur. Edhe kjo gjëja të betesa këtu. Kjo këtu është kisha. Kjo me orës qenë ka kisha. Që nuk e dija. Wow, kjo ora është magji, nuk di s'ta shpjegoj. A, Mario? Kosha plera ashtu, fix. Asnja. Ridiculous. Tani, kemi ardhur këtu një vend që unë nuk e kuptoj pse, ka shumë lokale, shumë gjëra, po ka shumë pak njerëz. Edhe këtu ke një view shumë të lezetshme. Një pjesë të qytetit, nuk është se e shikon të gjithën, por është goxha nice për shembull të vish darkën këtu. O nejse, ne me kalamaj nuk mund t'i bëjmë këtë gjëra. Kjo kisha është ndërtuar në shekullin e 15. Ha, Mario, po e prek gurm Mario. Normalisht e mira është që mund të restaurohet. Edhe mund të bëhesh shumë e bukur. Mirë po, këta i keq përdorin të gjitha. Asë nuk e di. No, they don't care, është vërtet. Po ba, çfarë bën? Klaus is coming to town. Po bosh me zi çuni mami. Ta lëshoj? Ta lëshosh, po vishi këpucët njerë. Oh, yeah. I want something like this. 154. Kë? 154 pound asgjë, Mario, falë është. Yeah, mommy, don't touch them, please, Mama Loti. Okay, great. That's amazing. Janë topat
pikturuar. Neva një që do bërtasi, se s'bën s'fon, se s'ka mundësi. Ta lidhim. Daj ta nxjerr shpirtin. Qa e kishte me? Ja. I doja ti merja nga me 150 pound, 150 pound thash marrës për të plakën me vetë. Bebe. Ja. Super bukur. Ah. Pas ka kafe këtu, Mario. Ah. Kafe specializi. Po ndo. Kenja to. Oh, ç'është kjo tani? Yeah, so we'll head down towards Market Square. Do të provosh E ç'a ishte? cookie crumble. Black tea. Ç'a di fa? Ke provën? Ti briku me provoj. Dale një. Po, serio. Ah, thank you. Very kind. Amazing. Fiks dhe, mële. Ndruam dhe bebelinën Evanit. Tash që shkojmë ta hedhim kosh. S'kishte bërë një gjë të madhe. Vetëm qiq, po kishte nevojë të ndrohej. Ha! Ha! Shumë e vështirë me Evanin, sinqerisht. Kjo është York Minster. Është fantastike. Edhe shikoni tani se çfarë shohim ne që jemi ulur këtu. Edhe deri atje lart. Aty është mbretëresha, edhe dallohet që është bërë e re. Edhe unë me shaka i thash Marios që aty e ka vendin mbreti kur të vdesi. Nëse detajet janë fantastike. Fantastike, prandaj erdhëm dhe ne herët që ta shijonim çik. And then the scenery. Po që shikoni çik sa e madhe është. Është just Merry amazing. Christmas, everybody. Yay, Merry Christmas everybody. Shikoni çik detajet. Këtu. Nuk e di. Evani është fiksuar me shkallët. Vetë këmban atje? Upsi. Një hartë e qytetit, 3D. Ajo është katedralja kjo këtu. Jep, kjo këtu, edhe pastaj gjithë pjesët e tjera. Stay here with mommy, please. Erdhëm për të konsumuar diçka, edhe është ambienti është super i bukur, edhe kalamajt na kanë nxjerrë jetën. Mirë, po do ham diçka dhe do presim trenin që të çon tek Railway Museum. Ishte më duket 5 pound personi, kështu që jam dhe Mario dhe 4 pound për fëmijë, kështu që bie 18 pound për të shkuar, 18 pound për të kthyer. Ka edhe transport publik, mirë po ashtu është më lezetshëm. Mbasi hëngrëm pak, pim kafe më shumë se hëngrëm, se morëm supë për Evanin dhe diçka tjetër për Biancën. Tu jemi tek një kish tjetër, ndërkohë që Mario po shkon të blenoj biberon fals, se s'kemi për Evanin, Evani do gjumë. Është San Joseph, okej. Edhe pos pati biberon, Evani nuk fle. Do me thonë fle, po fle shumë pak, unë flokët i kapa, sepse me 2 kalamaj vallaj edhe me flokë lëshuar është pak e vështirë, si të shkullim flokët, i flokët andej këtej. Jorku është shumë i lezetshëm, tani po presim të marrim trenin. Treni është sik shtrenjtë, mirë po tek British, tek ai National Museum ti nuk paguan asgjë tek muzeumi i trenave dhe është shumë bukur, më sa kemi parë. Tani do shohim. I këngëtar, në lang këtu këta never, Fantastike, do marrim trenin. Yes. Where are we going? To the museum. What? What are we in here? We are in the Train. the big train. Tani babang kthesën treni. Abi look. Santi's on a squash banana. Oh,
Oj, ai sola. Look. We're moving so fast. Hotel! Sa po erdhëm tek Railway National Museum, është absolutely free të vish këtu, është vërtet super bukur. Unë do mundohem t'ju tregoj sa më shumë që t'jetë e mundur, mirë po, do më thënë, neve zgjodhëm të vini me trenin e National Railway Museum, edhe paguam të 5 pound Mario, 5 unë, 4 Bianca, për Evanin s'paguajtëm asgjë. Çdo gjë tjetër është falas. Kështu që Mario ikën banjo, edhe presi Marion të vi, është very lovely. Tu janë trena shumë të vjetër, dhe ky si muzeum ka 50 vjet, takom shikoni atje. Edhe, oh, Bianca, look at this. Go stand there, mami. So I can do a picture you. There. O, Mario, ke mundësi të futesh brenda te ky tjetri. Mario! Ua, Mario, e kupton që rrota është më e madhe se ti në këmbë. Shko dhe njerë aty? Është më e madhe se Mario në këmbë. 2 metër rrotë. Se Mario është 2 metër e 10, ha? Vjen era graso, vjen era Po, vjen era fix, makineri. Hajde këtej, se kishte shkallë që mund t'hipësh diku aty. Jo, hajde, ti Bianca, hajde mami. Kjo, do më thënë, unë pak të kjo e ku që arri. E shikon aty shkallën. What is it, Dad? Ua, o Vera. Vera ka qenë me qymyr zëmrime. What? Me em. Some go down? Shi, shiko që ka ty. It's kind of like a game. Wind engine, Vera. Ja I bodi aty. Një 1834. Ha? Ku është Henry? Wow. Manchester, shikoj çik të verdhi. Po këtu kishin të ulur aty. Para, zot nuk e di. Ata tipat që mekanikët. Hajde lupi. Hajde babi. Wow. Ha? Do më thënë, neve pam videon e dikujt që të ardhur në New York, besoj angleze, nuk e di çfarë ishte, apo italian ishte ajo, nuk e di. Something like that. Unë gjithmonë. Ai na shpjegoi, domethënë na tha hajdeni këtu, bëni këtë, se ne gjithmonë para se të ikim në vend, shohim ca video të njerëzve që të krijojmë një ide ku të shkojmë dhe ku të mos shkojmë. Unë gjithmonë dohet vija. Kjo është komplet falas. Neve paguajtëm rrugën sepse kishim dëshirë të vinim me trenin, le të themi, është makinësit me vagonat vegjël. Që të vinim këtu, për ndryshe ti mund të vish me makinën tënde dhe paguan 10 pound maksimum për The gjithë ditën. lady likes my jump. Of course she did, babi. It's lovely. Domethënë, është zgjedhja jonë që erdhëm me atë. Po për ndryshe ti mund ta bënim këmbëve 30 minuta, 45 minuta. Po. Nëse vini në New York, shikojeni këtë si po, është nice, është lovely. Është fantastike. Kjo është vetëm fillimi. Hajde. Po fix. Wow. Qy, nuk ka qenë buria tren, ka qenë ajo avulli që nxirrte presioni. Edhe pastaj ka ngel qyqyja. Aja hire qyqymyri këtu, Po ja pra. ngroheshe. Ja qymyri, ja dhe ato që hynde Pistonat. piston. Stimi. Can you keep going? Yeah. Yes, mami. Follow me, everybody. Oh, prit.
Tani më fal për ignorancën, po kjo rrota e madhe për ça? Sorry. No, nuk është aq vap. Stationary winding engines are used to hold heavy objects up steep inclines of the railways. Shoqënia. Do të ndallohet cilësia e këtyre është amazing. Hekur, still, po. Hekur. Shikojnë që këtë, Mario. Që e kanë ruajtur. 1898 edhe është kjo dera që këta e kanë hapur kështu që juve ta shikoni, e kanë vendosur në xham to preserve që ta ruajnë sepse ka më shumë se 200 vjet. Është fantastike. Është vërtet, unë do kap në kamera, por që absolutisht ta shikoni është tjetër ndjesi. United Dairies, ky kishte dairy binte, qumshtin. Është massive. Është lovely, everything. Kjo është ndërtuar 1938. Coronation class locomotives were designed by the London Midland and Scottish Railway for power. They had large boilers and steam lines. Më thënë që këto janë klasi, janë bërë për njerëzit mbretëror, le të themi, dukeshën e Hamiltonit, New York World's Fair. Edhe është bërë domethënë për ato të mbretërisë, le të themi. Brenda është akoma në gjendje perfekte, edhe pse një zot e di. Qa, gjithë ato ko, gati 100. Ha. Këtu? Ua, Mario. Qy. Veguri. Po. Si puna shuja. Si syze nga ato. Si syze diell. Byth kavanozi. Byth kavanozi, po se vjen fjalë. Ja, fjalë popullore shqiptare byth kavanozi. Te kjo futesh brenda i bie, te kjo zeza, te kjo e bardha. Po, se ka hyrje brenda. It's only exit at day? Po këta që po exit këtej? O Mario, ky ishte për transportin e royalty. Royalty. Tani ky është japonez, thot Mario, ose kinez. Po japonez na duket, nuk e di. Edhe është si autobus. Me pak fjalë. Po pas ka një. Ja, Japan. Shikojni këtu që e jep. O Mario, shikojni që kësa i shpejt është ky. 500 km në orë. Shikoj. Maglev. Që do thot maglet? Brandi, firma. The time has come. Ua, shikoj, si avion e ka Turinin. Po është qyshiton. Që që bëndë, përdor vetë magnet, e kupton? Ike nuk ka me kontakt. E kupton? Po. Road signs atje. Nëse ky ishte shumë i shpejt, domethënë si treni, 500 km në orë, tha Mario. Sepse e lexoj atje. Edhe prapë shohim këtë të royalty që shkonte në Francë. Është shumë lezetshëm edhe për shkrimet që i bëjnë, sepse neve vimi shikojmë kënaqemi, po nuk është se i dim gjitha tani. Jo, nuk i dim të gjitha. S'ka shans i dim gjitha. Sa të rrosh do të mësosh. Edhe mësojmë për ditë. Ec, babi, come on. Tani do t'hipim atje. Një dhe verushi ati poshtë. Hajde, babi. Oh, look, mole, babi, how is the train? Wow. Night ferry,
që të çon London, Paris edhe Bruxelles, Belgjikun. Edhe shikoni një çik që ka të hapur mekanizmin dhe gjithë pistonat që të nxirrte avull edhe të hecte treni. Nuk di që të them. Këtu futeshi qymiri, ngroheshi, avulli shtonte pistonat shtypnin ata të tjerë, jepni presion edhe vazhdonte. Lovely. Ha Mario. Mario, ha. Po mirë është digjon? Po flejtë së gjumë se puna jonë, se jemi 204. Të e mbanin para trenit, kur ecte treni. Edhe shikojmë qik tani këto serving plates edhe gjërat tjera. Karrige gjëra. Këto janë pastaj normalisht trena në miniatur. Ha. Po shikon hartën e? Ha. Ku është harta e Shqipërisë? Shife. Po më thash mos e ka ashtu durat sa thot për. Shkodër, Durrës, Tiranë, Holland. Po, Holland. prit. Ja. No. Që nga me relief, kjo që nga fantastike. Shko lushje dhe shife. Ku i ke lushin e shikon ti lushin? Sa i keqje. Ato janë ato të trenit që janë përdorur. Kjo për shembull stacion treni në Edinburgh, India Pale Ale. Edhe nuk e di po. Vërtet kur fillon të viziton këto gjërat, sa i madh ky. Fillon të i kupton gjërat çik më ndryshe. Shikon gjëra që si ke parë përpara. Edhe janë vërtet lezetshme. Këto janë gjitha në miniatur. Model of London and North Eastern Railway, thot kjo. Dhe shikojnë si ka qenë brenda. Dhe këto janë në miniatur me gjitha detajet. Banja këtu. Gjithë kjo banjo, jo tani. Tani s'ka më. Andaj ka foto. Edhe këte ke trenat pastaj. është vërtet fantastike, nuk di çfarë them. Këta si janë këtu, ku janë ata të mitë? Hajde t'i gjej. 1923-shën, tre kompani railway kështu të shinave apo trenave le të themi, u bën bashku për të operuar. Flying Scotsman quhet, edhe ishte the Great Northern Railway, the North Eastern Railway dhe North British Railway. Kjo gjetot të tregon se çfarë është prodhuar nga këto kompani për diku të 60 vjet. Ke normalisht brenda thot tableware, qofse i shikoni, tableware se çfarë mund të hanin ata dhe si mund të shërbeheshe, bufet, etj, sepse të arrije nga Londra në Edinburgh është goxha larg. Mendoni që gati për një orë ca e bëra unë me avion, jo më me tren. Veshje, edhe gjëra, edhe o zoti madhi këtu është sikur futesh në një vend gjigant me kështu. Tani të shkojmë të marr anën tjetër unë. Dola nga ana tjetër, këto janë gjitha silver, argjend. Ato gotat e vogla pinin raki ata, si ne? Ha? Kurse këto janë shenja të trenave, të stacioneve, etj të vjetra që janë marrë, edhe mbajnë këtu, edhe gjë që është fantastike për mendimin tim. Ky built the world's first railway locomotive 200 years ago. Ua, Mario, shikon që këto këtu, Mario, Si? Naha. Vera, ke silver, i ke të gjitha kështu. Silver, argjendit, gjitha, absolutisht.
Houston, Houston. Pse? London, Houston. Po kam ecur unë, prandaj. Mos bërtitër, kjo ka bërë ndërtues në lokomotivës i pari. Originale këto, Mario. Vallai, për shkëlqy kanë shumë, po nuk janë origjinale këto, Mario, se tu s'ke asnjë lloj elementi sigurie. Jo, për shkëlqy kanë këto, po. Zot na ruaj, hajde. Nga do ikim. Ua, çanj. E kupton çanj ngjyra e ma. Can you hold my hand again? Shiko, shife këto janë pllaka, veç shifeni. Veç shifen. Pllaka. Janë pikturuar ato. Është pllakë e pjekur. Nuk është e pikturuar, është në pllakë, se e pikturon ti pllakën. Ajo s'del më. Po e kam pikturuar, pastaj e kam pjekur pra, ç'të. Po pra, po pikërisht pra, po nuk është gjë e lehtë. Po mirë, Mario. Edhe këtu vërtet, shiko qa ngjyra ka. Nuk ka ngjyra, qa ngjyra e bukur. Shiko këtë emblemën sa bukur. E kam bërë, po ideja që ky ka qenë me bri. Po më duke se pas kënejt briri, më shikoni? Ose i ka rëmë briri. Shë bune mi? Po. Çfarë të mandrave? Sho, a i ka pirë birën ka lënë aty brenda. Çfarë thua ma? Ja. Po kjo tani, kjo qa është kjo tani? Olympics Travel Champions Water Bottle Aha. 2012. Uza aty, ja, për net. Një për neti kjo pjetanca sa e bukur. Pyeta sa bën aty ve? E fix. Ja, këtu birë botës. Hajde. Hajde të ikim tani. Ula këtu tek kafja e vendit tu. Kam marrë një cappuccino edhe një çokoladë Belgian chocolate budallik. Ndërkohë që Bianca me Mario janë futur tek ajo Wonderland. Ajo Wonderland është me lek, është 11 pound për person, edhe fëmija edhe adulti. Është wonderful, me thënë drejtën, sepse ke për shembull momente që të fryn era, ke momente që ecë me vështirësi, jo ikin ca topa kot, edhe është shumë bukur. Mirë po, unë kam Evanin në gjumë, edhe nuk do të shkoja, sepse të ecja me Evanin kot në karrotë sa ndej sakte dhe fëmijët duke u lëritur dhe zgjonin, atëherë preferova të ri këtu, pi kafe, edhe presim ata kur të vinë. E gjithë eksperienca deri tani është vërtet shumë e bukur. Është shumë i lezetshëm, nëse vini këtu vërtet ja vlen të shikoni. Edhe yes. Nejse. Tani po shijoj kafen time, të shoh ndonjë gjë në telefon. Duhet të kisha edituar videon sot të ta hidhja, mirë po guess what, kush ndonjë dje deri në ora 11:30, 12 të natës, edhe pastaj fjetëm gjumë, në 4 zgjuam, 4 e pak me Mario, o bëm gati u nisëm, edhe kemi ardhur këtu nga ora 9, hëngrëm mëngjesin, dolëm, pim kafe, tani po pim kafe prapë, fëmijët hëngrën drek, unë dhe Mario nuk hëngrëm më drek, me thënë drejtën. Kështu që ka kaluar gjithë kjo kohë, edhe vërtet po na shijon koha. Come on, Bobby, you can do it! Oh my goodness me! Tani aty ka kamera termike. Unë jam py që bëj dorësh kështu. Kështu që duhet kujdesemi në çdo moment. Në çdo moment nëse lëshon njëri gjë, ne hengrëm. O sa bukur që ka këtu. Gjithë ato lojra. Janë për fëmijët, është kështu si work club, fantastike. Magnets, baba! Bianca po kënaqet, Vera nuk erdhi, sepse ishte me djalin. Babi, check this out! Hajde këtu! Look!
Wow! Hi, Bobby. Do it. Can you see where he's going? Emily, more. Yoo-hoo! Ready? 3, 2, 1. Banda, it's okay, There we Bobby. go, look at that. Oh. Just a little bit. So what did our Oobleck do? What did we see? Yeah? Yeah, it did. It started to clump together and wiggle around. What did you see it do? You saw some bubbles, yes. We Oh, had well some done. air being put into our Oobleck. Yeah, what did you so we can't see them. So to help us to visualize these sound vibrations, we're going to do an experiment. So I have up here a subwoofer speaker, and then on top I have got something called Oobleck. So Oobleck is very cool. As we can see, if I pour it like this, it behaves like a liquid. It pours like a liquid. But if I press on it, start to apply force, it clumps together and starts to behave like a solid. So Oobleck is what we call a non-Newtonian fluid. You can make Oobleck at home. It is just corn flour and water. Po ikim rrugës për te hoteli. Të qetësohemi pak, ndoshta një gjysmë ore, ndoshta një orë. Edhe pastaj do dalim prap një xhiro, pastaj do ham darkë. Edhe yes. Tani Mario ka bërë ca filmime që ndoshta juve i keni parë. Mirë po nuk i kanë dhe aq cilësi se kur i transmeton nga një vend tjetrin, pastaj nuk ikën dhe cilësia etj. Po që je. Pas kam vënë Christmas tree në shitje këto bashkë më të zbukurume. Bianca sot ka ecur, ka lëvizur pa fund. Bianca ecën gjithmonë. Mirë po sot e kemi tepruar, ne e kemi lodhur vërtet shumë. Ja dhe këto vitrinat e bukura. Do një Rolex më shpirti ta bëjt për dhuratë. Vere, moj di vere. Shiveni pak çaj kanë bërë Vinçit, e kanë zbukuruar Vinçin për Krishtlindje. O të vdes babi jot për Finally është shpirti man. Erdhëm te hoteli. Tani jemi te dhoma. T'ja u tregoj? Çfarë bëni këtu jure? Ç'a bëni re? Hapni derën se erdhëm ne. Është dhomë ekonomike, nuk është nga ato. O Bianca. Më plasi derën turinve. Pas ka goxha hapësirë, Mario. O qyqet, ç'do bëjmë neve, Mario? Unë me 2 fëmijët, do e ngjisim atë divanin tek krevatin te muri. That's it basically, ha? Kaq. Po ne, jo që Bianca këto pucet me vrap. Ky është krevati. Apo një çikë zemër? Ky është krevati, atje është sofa bed për Biancën. Edhe hiqet djali nga karroca Mario se u tërbua. O bobo. Një pasqyrë këtu për të lënë gjërat për t'u parë etj. Këtu është banja. Edhe që nga goxha pastër, me thënë drejtën. Se unë këtë gjë shikoj gjithmonë, është pastër as është pastër, kjo kapsja. Edhe yes, ka kështu peshqira, sapuna, normalisht. Edhe banja këtu, dushi këtu, dushi që nga shumë i lezetshëm. Është nice, është okay. Është nice, Mario. Pra aq leksa kemi paguar është goxha nice. Si thua? Ti është çik pucët unë? A Mario? O zemra mamit sa je lodh sot, si njëri si tjetri. I don't know. Nëse o Mario, do jesh okay ti te ky sofa bed e shpirt? Ha? Ky vendi këtu ku mund bësh gati. Kemi kettlin për kafe edhe qumësht. Edhe that's it, shohim më gjë tjetër. Tani
Fëmijët po kënaqen shumë me thënë drejtën. Neve jemi të ulur këtu sepse po mendojmë ta shtyjmë edhe një natë. Do you want to stay another night here, mommy? In a hotel? Not this one. We have to book another one because this one was only for one night. It's another hotel down the street. Yeah. We can go to Primark and get some swimming suit and go in the pool. Huh? Oh yeah. Tani, neve sot jemi te Holiday Inn. Është okay, po nuk është se na pëlqen. Co more. Është okay, po nuk është se na pëlqen, nuk është ndër më të mirët. Tani vallai, me eksperiencat e mia nuk është fare të më të mirët, se me ato që më ka truar puna, unë nuk krahasohet. Maria, I love you shpirt. Mirë po, ka qenë faji im se unë e kam mbyll hotelin për 100 ca pound, sa 115, 120, something like this. Te 100 ca, 105 duket. Nuk ka pas Novoteli, Mario, ka pas në një anullim tani që kanë Novoteli, se unë nuk do kisha lënë ato Novotelin për Holiday Inn. Okej, gjeo Novotel. E vendosëm, po paguajmë hotelin dhe për një natë tjetër. O të keqen, mami, bjeri babit, ashtu bjeri. Lup, ua, ka marrë filxhanin ai, Mario. O, zoti madhi. Nese, ideja është që kemi qef që të shkojmë në Whitby. Whitby është një vend këtu afër. Këtu afër I thonë që është një orë ca larg. Edhe po mendonim, shkojmë në Whitby, kthehemi, shkojmë andaj, shkojmë këtej. Ore, pse s'ka drita këtu? Ku janë dritat këtu? Ku janë këto dritat e tij? Evan, ç'a po bën ti aty? Ç'a po bën ti? Ta po bën ti mole? Ka ardhur Evan, I ka hap letrat higjienike, I ka prishur kudo. Pra është ora 8 e natës. Neve hangrëm dark. Edhe nesër kemi planin që të shkojmë në Whitby. Dhe është një orë ca larg që këtu. Kështu që do zgjohemi. Do ha mëngjesin ndoshta edhe rrugës, nuk e di, si të na japi truri. Po fix. Edhe do ikem në Whitby. Whitby është buzë detit. Do bëjmë një xhiro. Francë, mo. Zot sa buda. Hajde dhe të Norvegjin për Francën. Edhe pastaj do kthehemi sepse sapo mbyllëm një natë tjetër, jo tek Holiday, por tek Novotel. Unë mundova shumë herë ta bëja vet. Mirë, po nuk po e prenotoja dot vet, kështu që shkuam atje te hoteli. Jo, s'bëre dot, se bëre asi. E bëri gruaja huj. Edhe shkuam atje dhe na e prenotuan ata. Edhe mendoj që kemi mbyllur një good deal atje, kanë dhe pishina. Kështu që nesër në Whitby për të ngrënë fish and chips, sepse është I famshëm. Do kthehemi. Një xhiro ndoshta në qytet prap, në pishina, relax, darkën, that's it. Bianca dhe Evani po han gingerbread man, cookies. Edhe porim të hoteli. Shikon çik si është bërë Evani me makaronat që hëngri. Do I bëjmë pastaj dush të dyve. Jemi shumë të lumtur që prenotuam edhe një natë. Marrë po porosit në pije për neve, I thash një gjë light për mua. Shohim. Sepse është fiksimi I Marios, ti marrë fëmijë ti ngrej lart një zot e di. Banta, you are so pretty, mamami. Yeah. Avas, ti mi avas. Jo më mori këtë. One of my favorites. Kur isha kështu beqare pa fëmijë. Tani që kam fëmijë, pi me rast e festash. U zhvesh Mario, ha? U zhvesh Mario. A mos I nxirr musklat. O pian. O pian I ti mami. Lidhe çumin. Ku çupi, pra do I vëmë me xhupin. Po pra vishja. E ke aty të gjithë xhupat I kam palos, duke filluar nga më I vogël të më I madhi. Atëherë, sapo erdhëm tek hoteli 2 që do rrim sot jemi tek Novoteli, jo tek Holiday Inn, sepse kemi edhe pishinën këtu dhe na pëlqen më shumë ky. Edhe kishim plan të shkonim në Whitby, do e lëm Whitbyn, po filmon nga garazhi makinës, bagazhi. Do e lëm
Hej, re me kokë? Ja shumë e kam. Ku ti re me këmbë? Makinës. Pa, hajtë. Edhe kishim plan të shkojmë në Whitby, mirë po është 1 orë e ca rrugë për të shkuar, 1 orë e ca për të kthyer. Duam të shikojmë edhe një gjë tjetër, duam të shkojmë edhe një vend tjetër, domethënë një 2-3 vende që duam të shkojmë. Po edhe një çik duam të rrim, vërtet të bëjmë të rrim. Edhe për këtë lloj arsye tham, jo, me Marion do ikim, do vërdallosemi në York. Edhe yes, parkua makinën në hoteli, se kemi të përfshirë, ama fute. Lidhe pak këtu, lidhje. Zinxhirose pak. O, të kem pishina si do jenë këta dy sa. Po, këta dy do jenë super të lodhur, prandaj ta lëm darkë, e hec. Hajde ballë. Është e lodhshme. Për atë zot është e lodhshme. Qanë, bërtasin. Sot që ka freskët, po është dhe mëngjes ndoshta. Tani maj, sa unë kam parë dhe lexuar, Yorku ndryshe quhet dhe si qyteti mesjetar, sepse ka shumë ndërtesa, ose maj sa po shoh unë, ka goxha ndërtesa të viteve 1500. Edhe është lovely. Tani shikoni këto shtëpitë e vjetra me trarët që janë vetë për druri normalisht. Tani do vim këtu, ose më saktë po mendojmë të vim tek York Viking. Silenzio Bruno. Te kjo York Viking Center është lezetshëm. Këtu jetoni Si e qysh, po, këtu jetonin vikingët, si e qysh e tek do e bëjmë, a do vim ajo nuk e di, do ulim pim një kafe, të sqarojmë trut tonë dhe pastaj do themi. Iki Mario? Te! Ha? As jast. Ha. Pigeon. Pigeon. Mwah. I want to see your outfit, mommy. Get up, Chopak. Bianca ka vesur. Can you go there? Where's the push-chair? Okay, e ka veshur me fund, me këto pucët fashion shoes. Oh. Thank you, shpirti im. Jo, mirë se vjen. Që e ke marrë si kazan të madh kafen tona. Okay, it's fine. I love it. Thank you, po. Se është me nerva Mario? Oh, tani e na e rregullove jetën. Thank you. Oh, thank you. Tani jemi në vrap për të futur tek York Viking Center. Edhe jo më zisni gruan tuaj që zini të bëni një video si e fotografi të. Po, ma e s'di të bëja si gjë, gjitha me djerë shumë shëtuar. Jem gjithë kjo bukuroshe. Po unë. Po ty të nxjerr mirë unë prandaj. Years forward in time to tell you my tales of Jorvik. If you don't know, Jorvik basically is what we in my time call York. Alright? It eventually turned to York, nobody knows when, but Jorvik means Wild Boar Creek. So it's very exciting. However, as time went by, it turned to York, which doesn't mean anything. However, Jorvik was the capital city of the north of England, so it's a really good place to be. The king himself lives just down the road. Now, here we are. Now, here we are in the winter of 960. All right. Now, the ships you can see in the background there, they are the ships we once used to attack the coasts of England. The thing you'll notice is that it's really dark in this house. We don't. The only thing that separates us is time. You've got the antler worker selling all the portal. It's time for you to head around the corner over there and carry on your journey through time. Now you are going to be sat on time capsules, and there are going to be many smells. My advice to you is don't hold your nose, breathe them in, you'll soon get used to them and they'll disappear. Have a good time everyone. If you've got any questions before you leave, do come and have a chat. Otherwise, thank you. Aha. Tani po kalojmë te këto pjesa York, këto gjëra që ka ndodhur ndër vite. Jemi te një kështu makineri. Edhe unë edhe Eva jemi ulur këtu, Bianca me Marion atje. Edhe është I gjithë bufi jonë. Mua më duke I vërtet ky tipi ma. Lovely. Edhe shiko sa larg I ke tjerë, është fantastike. They're just
Worth the money, every single penny thjesht na acaruan nervat me karrocën, po për tjetër perfect. Hey, Eva! Look, mommy! It's a pretend bear, mommy, okay? Everything is pretend. Oh my goodness me. Sa mirë po rri ky? It's just a fairy tale. Ahead lies the city, countless houses and workshops. 6 metra nën tokë, thana, futemi. Some, like this damaged one, a victim of an untended harm. Qa po e rreth ky këtë gruan? Silks and a clown shell Në budalla. suggest trade with Central Asia. The Eastern Oh, Mediterranean look at this, oh mami. It's possible that Arab traders like this man made their way to Yorvik to sell their goods. Slave Djali po kënaqet. Po goca si është? Evan! Well, look the ducky baby. Ju jeni shumë afër, ë? Oh, mos na shuja! Mos e rrif më Mos e rrif më Nurien. Duje më. Let's have a look at some of the many craftspeople working here in the city. Oh, hell of Here's experience. Sigurd. He's using animal rubber. Could be very time A consuming. thua nga Bones ishte ai Shandani që pam dje më? Pieces riveted Oh, më together. nga to ishte. Ua të mërshme. We know that the Vikings like to keep Ua shiko si i mbyll dhe jap syt, o Mari, e kupton qa roboti? Hello sir. How are you real man? Yeah. Djali u tërbua Mario. story. These older houses were built from posts and wattle and had earth floors and thatched roofs Kuca më. and had long A Mario? embellishments. This mommy used to be years ago, like people used to live. 1,000 years ago. Ja ku kemi lëkurat këtu deleve. From the many pig boats, Dashit. Po këto shtëpiqja të rregulluara apo jo? Si? were short and had a long snout. Po nuk janë shtëpiat e atëhershme më Mario, ku jetonte domethënë druri. Household waste to meet. Here's the black Është rindërtuar, se s'ka mundësi, s'ka shans. wild by the fire. Se këto nuk do jetonin në oksigjen. He's teaching his Më son how kupton? to sharpen a knife. Just here in Yorvik, they made everything from new clothing to beautiful rings. A e merr erën më vera. Po, çfarë është kjo? Erë e hegër besoj. And visit his neighbor, Henry, the woodturner. Qa është kjo Center Museum, whatever? The spinning Ka site që shikojmë, smell, erën dhe këto 3D të tjera, domethënë gjitha këto gjërat. Look the snow, babina. Ja, shifi këto që rrin këtu? Another building is being built behind his house. Ha? The cellar is being dug out and As lined the with oak same, bricks before the upper story is added Po dhe se më Mario, se s'kam pas për të heq dheun ato, po është mbulu prap me dhe. to be used to roof. Oj, vdek sa unë për çunin tim. Looks like the building Çunin tim. How will you do? S'pas ka marrë rrezë dielli si vjeta. Wow! It's amazing! My bandage. Wow, ma marrë luanin shato atëherë. Ja, gjova me verën. Let's go back. Për atë zot, unë me babin të luqa. Oh, look at the ship, look at the ship. As well as rare and valuable items from further afield. Hey! T'ka qenë mami me babin të York, Viking, booking, packing, dragging. Look, mami! Cleaning their catch and mending their nets. Come and Jerry from Fish the from the rivers and the sea were brought Oh! We found thousands of Doing the fish netting, mami. Oh, look at the fish here. living here seem to have been dyeing their own. Oh, what is he doing? Ah, People of Jorvik spun fleece and dyed and wove their own wool to make textiles from which they made their She's own the clothes. me gjeshka. This plot of land, e ke edhe të shkruar këtu, edhe të dëgjuar këtu tek suggesting that the dyed earth had been tipped into it. bokset që kam unë të veshi. Along that day, Ta! running up to Edhe është vërtet shumë bukur. Ja super vlen. Ja super vlen. Ne paguajtëm diku te 40 ca pound. Të tre se Evani nuk paguan, kështu që deri në 5 vjeç fëmijët nuk paguajnë. Amazing. Street thot për këtë. As you can see from these stores, you can buy almost anything. Cotton
propagate is just one of the many. Thotë se ishte njëri I vërtet. Shkon djali. A shoh. It's a Ne kam kap genetic këmbët, mos u vrit madje. families and seen particularly in middle-aged men. Eva Luke van, shife. Shife këtu. Ky po shikon lart të poshtë borën. Hi. This couple here are arguing Hi. to have the still fit. Evan, say hi. Life hasn't changed too much over the last. Ja, këto ç'a bëjnë këto po gatuajnë. They're arguing, Po shesin këto, se bëj shaka unë me Mari, po këto po shesin. Pastërma me pasurë. and old Irish. all Lepri? spoken in this street. Që janë ato fazan, që janë ato pulat atje daks. Vez, sa vez mdhaja. Type of thing that would tend Lakrame, thot. Lakrare, pse lakrame? Lakrame. Hello. Oh, the baby is klein. Where's the baby? Oh, look, baby! Baby! Ore Mario, sa e frikshme është me këto që hapin dhe mbyllin syt, ma. Doktor, ja? Po, shiko si ka prer flokët doktori, Mario. There's a priest used to last night. Është prift këtu. Është prifti ky, po prifti ka qenë doktor. And it knocks its own Bjeli mami. Po bën burg. Po 10. Mami, tani u futëm tek pjesa e muzeut, le të themi. Grep Florini jetë, shifre. Është grep, ajo jo. Grep peshku, jo? Po gjithë janë fika, shikoni këto fikat e vjetra. Pucët. Janë replika, nuk besoj se janë të vërteta. Ndoshta edhe janë të vërteta ato, shizigje. Pucët. Që është trapan? No. I'm just kidding. Puzzle. Çorapja. Tani kjo floja që bënin këta. Shikojnë që gëdhëndjen e këtyre gurave. Wait. That player is able to capture anyone in the opponent's inventory. Bianca, come on. Play the instrument, mommy, again. E pash çorapën, papuçe. Papuçe jon pak a shumë, a? Papuçe jon. Këto që e bënte ndonjëherë me lidhse. Papuçe jon. Perfect. Tani edhe në The Shambles Market. Edhe Verushi me Biankushin këtu. Hello! Ja, për shembull, të ishte një nga këto, vetëm Anglia do ta merrja. Se mua më duhet për ato hartë në fundit. Wow. Two large prints for 20 pounds. Super. Nice. Tupi. Vendosin tullat kështu shtrambër atëherë. Po better, domethënë rrinde më mirë. Dhe shtëpitë e mia, shtëpia ime e vjetër, fiksi se kështu, fix. New York. Po ka gjëra kështu. Wow! O Bianca, shife moj babi. Go ver. Tani choose, where do you want to go first? A është atje fillimi? Ku? Atje. I don't know, hajde.
Po. Ndo rrugicat më të vjetra, edhe do shikojmë ndërtesat që janë të mesjetës. E pash. Ha. Ose e bukur duket kjo York Gin nga këtu, Po është duhet shumë e bukur. fantastike, gati për të rënësh. O zot sa e vjetër është. Hold daddy mami fort, ë? Ha. Edhe këtu janë koshat e plerave, birrat. Oh. Kalaja. Oh. Ah, katedrali apo jo? Katedrali që ishim dje dhe Eva Noti atje. Po shtëpia kanë qenë, po i kanë kthyer gjitha bizneset se. Kemi ardhur tek market. Edhe Bianca ka marrë fish and chips. Kur zon po pres të marrë këto pizzat, sa pizza, dhe po presim. Po mbërdhin ftohti. Do vëllë pushin pas apo më thon po. Na vazhdim. Do ta bëj përpara hotelit Bianca. Hajde shkojmë. O zot jemi lot. No, wait, mommy, we're gonna go to our room now. It's just to get out for the barriers to go up. Yeah, that's great. Going Nuk dalim. Shkojmë tek hoteli. Hajde. Bantjo. Sa e madhe që nga kjo. Ore, kundi ka dritat kjo? Se jemi kështu direkt live. Very nice, ta kam bërë gati. Very nice. Tani u futëm brenda, t'ja u tregojmë direkt. Tu është banja, edhe është sto privati, bëj çfarë duash, domethënë je këtu vetëm, pastaj mbyll derën normal. Në privatësinë tënde. Këtu futesh, të heq atletët, këto çizmet. Kot që s'mor atletët unë nga makina. Pa se kemi burrin që shkon e merr. Tu kemi një pasqyrë ku mund të shihemi sa lëmsh jemi bërë nga truth sot. Aha. Këtu për të lënë valixhet, Mario. Kemi kafe dhe shivjerë për Eva një shpëndaj. Po. Pas ka vask, Mario! Do bëjnë qef sot kalamajt. Ua, sa e bukur që... Very lovely, Mario. Very lovely shpirt, I know. Very, very lovely. Edhe facoleta, gjëra, dollapi. Pas ka dhe një ashu, hekur kështu tavolin hekri. Hekur këtu. Shiko si që ka dollapi i kuq brenda që nga shumë i lezetshëm. Safe. Ne paguajtëm për këtë 159, përfshirë parkimi, përfshirë mëngjesi, nesër, open buffet for all of us. Shikojnë çik me këto që ka stili o Mario kështu. Si do flejon sot me fëmit më? Si do flejon sot me fëmit po them? Internetin? Ja, këtu pas ka dhe open bar, Maria, pas ka kështu mini bar. Dhoma është goxha më e madhe se ajo që kishim, po shumë më e madhe. Spring water. Maria, mendoj që këto mund t'i pim pa problem neve. Ka restorant ky, Mario, deri në orën 11-12 natës, kështu që po deshë marrim sallat këtu. Si thua, nuk dalim më, nuk ja vlen. Edhe atje do flej Mario të ky teku i vockël. Do e ngjisim tekun, ha? Do e gjejmë një mundësi. Tashi të zhveshemi çik, jemi bërë... Do shkojmë pastaj në pishinë, e prenotuam për 4:30. Jemi të lodhur, por nuk e lëm pishinën, se e kemi prenotuar. Tani, këtë, marr peshirin këtu për djalin. Po, do ikim tash te pishina? Pishina? Swimming pool? Hajde. Let's go. Oh no! Oh no, daddy. Unë kam vesh. Do overlit. Mos pyesni. Qa kemi vesh, ideja është që të kanaqemi. Se s'kishim marrë në banjë me vete.
Tek unë? Yes, you are. Jemi aq të lodhur sa s'kem fuqes të ikim poshtë. Do ikim më Mario. Nuk e di, po përtoj më shumë të dalim, se s'ka ku të shkoj, po do dalim, se s'do rrim dhomë. Edhe kemi bërë gati pijamet kur të vim. U vesh Evani, u vesha unë. U vesh bantalusi mamit shpirti im. Edhe do ikim poshtë të rrim tek holli, ka dhe një vend ata për të luajtur fëmijët. Evan. Ik me një letër. Ella's still here. I need a rubber. Bianca, it's okay, mommy. I don't have a rubber. Come on. I can just... Yeah, do that. Okay, huh? My name is Bianca. I am. Mami. Evan, che letrën tate, mami. Put it in Santa's box. Well done. Come on. Djali ka marrë me radhë tavolinat. Neve jemi ullur këtu. Nuk është shumë e rehatshme se është dera këtu, mirë po aty brenda është një kënd për lojra për fëmijët. E shikoni Biankën ju atje. Edhe Evani këtu që po shgaravit. Edhe kështu. Atëre, kisha provuar Martini normal, tash po provojmë të pornostar Martini. Mario, që ke marrë në gronë? Me gronë. Unë kam me shotës më vete. Shotës i Martinit. Zemër gëzuar. Gëzuar. Happy moments. Happy moments. Room service. Hëngrëm sa hëngrëm neve në drek, nuk hanim dot, mirë po. Për fëmijët. Jo, po për fëmijët se s'bën sup, që kanë put në mes me atë bukën që kanë dhënë. Edhe që është kjo mo? Filet pule, mashed potato? Donte goca. Nice. Ok, perfect, hajde. Ne kemi vënë bigun këtu. Do lej fytyrën edhe pastaj do rrim rehat. Po shijoj mëngjesin tonë këtu, është open buffet, është normalisht i hapur me çfarë duash, sa duash etj. Ne hëngrëm, po pim nga një kafe, Mario është me Evan, ndihet. Është ora pothuajse 11 pa pak, edhe kemi edhe një orë ca rrugë për të arritur në shtëpi. Finally, kështu që yes, po mendoja që ta mbyllja këtu këtë video, sepse sa po të shkojmë në shtëpi sot është vigjilja e Krishtlindjeve. Vigjilja di Natale, thonim neve. Apo Christmas Eve, edhe do bëj ca gjëra gati etj. Njerëz kemi për drek nesër, kështu që do filloj që sot të bëj ëmbëlsirë dhe gjëra të tilla, në mënyrë që ato pra që tha, ma më the ka dhe ifin ti. Do bash atë një tamburë? Po pra. Nejse. Kështu që këtu doja të mbyllja videon e Yorkut. Do gjëroj video me një 2-3 gatime që do bëj, që t'i kem edhe për herë tjetër, se nuk dua t'i referojmë videove, ku e këgjeta unë atë gjën që e bëra aq mirë. Kështu që do shikoj te videot e mia pastaj. Kështu që ndoshta fillojmë dhe në një episod me video të tilla, po gjithsesi dua të mbyllim videon e Yorkut. Në Yorku kënaqem shumë, u qetësuam shumë, ndonjëm 2 net, nëse keni mundësi të vini, hajde rini dhe më shumë. Neve kemi bërë në plan se kur nuk e dim, po edhe një xhiro tjetër drejt veriut të Anglisë me disa ndalesa. Kështu që mezi presim tash të vi ai plani që do vi, po që besoj se do jetë vërtet bukur. Kaq.
Ju lutem. Dua t'ju them ju puth fort, kalofshi sa më bukur. Ha Mario, prit. Ha. Gëzuar festat. Prit. Ha. Ha. Neve ju uroj me gjithë shpirt, me gjithë zemër gëzuar festat. Ju falenderit shumë. Ne kemi kaluar shumë bukur në York dhe ju, nëse keni mundësi, duhet ta bëni, të ecni dhe të shkoni dhe të bëni këto që i thon pushime 2 ditore, nuk është se t'i bëni më shumë. Varet, po 2 ditë janë enough. Edhe vërtet kënaqem shumë dhe ju uroj atyre shqiptarëve që pam atje, ja kalofshin sa më mirë. Po. E thash unë apo se thash? Kur shkuam te pishinat mbas dite, dije, takuam dhe një familje tjetër shqiptarësh, ishin me 2 fëmijët ata, shumë të lezetshëm, ata do rinin cik më gjatë se ne, 4 net thënë, ha? Ata do rinin 4 net, neve do kthehemi se kemi për të festuar Krishtlindjen, kështu që 2 net për neve ishin fajn, ishin shumë mirë. Ata do kënaqen, do bëhen, do relaksohen më shumë, është e sigurt. Neve më besoni që me Evanin ishte shumë. Evani është nuk është si Bianca, Evani është shumë fëmijë grindur. Evani është shumë është djalë fundit që do të lëvizit të eci, të vrapoj, të hidhet, përdridhet. Yes, you are beautiful, mami. Të hidhet, përdridhet, të bëj climbing. Messi player. Oh, Evani është tjetër lloj kategorie. Kështu që yes. Prandaj dhe ne lodhemi çik më shumë me të. Mirë, po gjithsesi neve nuk I ndalojmë dot këto gjëra, sepse janë kujtime për ne, janë kujtime për fëmijët. Edhe yes. Po Bianca është kënaqur shumë. Nejse. Ku pe? Ua, unicorn. Nejse, unë dua të ik, dua t'ju falenderoj shumë që pat videon time. Oh, please, bëni një subscribe. Bashkë do shihemi në videon e radhës, ju puth fort dhe paçim.